Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar mbi masën e sigurisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ai shprehet në rrjetet sociale se kishte dëgjuar zëra për një lëvizje të tillë të SPAK-ut, por nuk e kishte besuar. Sipas tij, kjo është një goditje e fortë që Rama i bën zëvendëse së tij. Berisha shkruan se përgjegjësia është e Edi Ramës për të gjitha aferat e mëdha me rrugët, por ndonse e di se Edi Rama në të gjithë qenien e tij njerëzore, nuk besoi se do të zgjidhte formën më poshtëruese për të larë hesapet me njeriu që prej 25 viteve kishte ndarë çdo gëzim dhe hidhërim dhe që e kishte bashkëpunëtore luajale në çdo vjedhje. E vërteta është se dokumentet të pakundërshtueshme tregojnë se nuk ishte ai që hante fiqet e kumbulla pas shpinës së Lubis. Me të drejtë pyetja, pse Rama nuk i kërkoi Lubis dorëheqjen, që do t'i jepte edhe ndonjë pikë? Pse ai nuk e shkarkoi siç i takonte, në rast se refuzonte dorëheqjen, por zgjodhi trajtimin e saj sikur të ishte magazinierja e Këshillit të Ministrave? Përgjigjja është vetëm një: nuk ja mbante sepse në dy aferat e mëdha, tunelin e Llogaras dhe aeroportin e Vlorës, iniciatore vendimarrës i vërtetë është Rama dhe jo Lubia. Por a shpëtoi Rama me këtë akt makbethian ndaj bashkëpunëtores së tij më të afërt? Jo dhe jo, shkruan Berisha.